Ishut mesdhetar turistik të Spanjës, Ibiza dhe Formentera, u përballën me përmbytje nga rreshtet e rrëmbyeshme të shiut, të cilat shkaktuan mbylljen e shkollave dhe plazheve. Rreshtet intensive u regjistrua një ditë pasi rajoni lindor i Valencias, ku më shumë se 200 persona humbën jetën 11 muaj më parë në përmbytjet më vdekjeprurëse të Spanjës në disa dekada, u vu gjithashtu në alarmin më të lartë për shkak të motit të keq. Agjencia Kombëtare e Meteorologjisë në Spanjë njoftoi se për shkak të rreshjeve të jashtëzakonshme u regjistrua dita më e lagësht që nga viti 1952 në Ibiza. Lidhur me këtë ishull, shërbimi meteorologjik tha se një stacion matës regjistroi në 24 orë një sasi rreshjesh që ishin më shumë se gjysma e shirave të rënë gjatë një viti të tërë në atë rajon. Qeveria rajonale e ishujve Balearik njoftoi 179 incidente në Ibiza dhe 6 në Formentera për shkak të përmbytjeve. Autoritetet rajonale bën me dije se 3 persona u plagosën lehtë për shkak të rrëshitjes së dherave pranë një hoteli, por nuk konfirmuan asnjë lëndim serioz apo humbje jete. Ekipet e shpëtimit nga Njësia e Emergjencave Ushtarake Spanjolle ju përgjigjën përmbytjeve në Ibiza dhe Formentera, ndërsa dërguan përforcime nga ishulli fshinj i Majorkës për të ndihmuar në largimin e ujit nga ndërtesat dhe në pastrimin e rrugëve. Kryeministri Pedro Sánchez shprehu shqetësim, ndërsa u bë rithirrje banorëve që të tregojnë kujdes dhe të marrin njoftime nga kanalet zyrtare të informimit. Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu po intensifikojnë modin ekstrem në të gjithë botën.